ti lejohet më shumë se 2 mandate të qeverisë një vend. Ai mund të jetë superman, mund të jetë njeri i jashtëzakonshëm, mund të jetë një njeri i talentuar, të ketë energjitë e pashtershme të gjithë botës, por nuk mund të qeverisë një vend si Shqipëria për më shumë se 2 mandate. Ndërkohë, rasti i Edi Ramës është e kundërta që unë po them. Rasti i Edi Ramës është kryeministri më atipik që mund të ketë njohur historia e njerëzimit. Kryeministri i cili sot akuzohet se ka, po themi, e kriminalizimin e kaloi si proces, sepse e bëri që në vitin 2013 kur futi njerëz të skeduar, të dënuar deri për vrasje në kuvendin e Shqipërisë, por ka kanabizoi vendin. Po themi, shkatroi të gjithë procesin elektoral në të gjitha format e ndryshme. Është njeriu që sot Shqipërinë e ka kthyer në narkoshtet. Këtë e thon organizatat më të rëndësishme ligjzbatuese ndërkombëtare. Dhe rasti më unikal është ai i urimit të festës së pavarësisë nga sekretari i shtetit Marco Rubio për Shqipërinë, ku nuk pati një urim tipik siç do duhet të ishte, por i kujtoi Shqipërisë pikërisht narkoshtetin dhe luftën ndaj narkotrafikantëve që janë të lidhur me kryeministrin. Dhe ne sot kemi shembuj se si Amerika po i godet pikërisht ta njerëz që janë të lidhur me kryeministrin e vendeve. Dhe Edi Rama sot është kryeministri, dhe do dua më lejo aty të përdor një term interesant e përdori zoti drejtoror Arifi mbrëm në edicionin e lajmeve me kolegen Armela Ferko, që shqiptarët e Shqipërisë dhe në Kosovë janë vetmit popull në Ballkan sot që votojnë majtas, sepse duket sikur u pëlqen subvencionimi. Pra u pëlqen të marrin para nga qeveria dhe të jetojnë me lëmosh. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Edi Rama ka gjetur Chelsea, u jep para dhe lëmosh pensionistëve, administratës, edhe bizneseve tashmë, sepse bëri faljen e famshme të gjobave dhe arrin që të mbaj të nënshtruar një popull të tërë me grabitjen e zgjedhjeve. Po ngjarje të rëndësishme dhe që sigurisht që nuk do të harrohen sepse kanë shkatruar pronën e qytetarëve, janë zjarret e mëdha të verës. Pati dhe viktima, pati qindra banesa, fshatra të tërë të shkëmbuar dhe pati një qeveri që ishte e gjitha me pushime. E gjitha me pushime. Një kryeministër që çdo vit, madje edhe tani për fund vit, ka premtuar përsëri blerjen e 2 avionëve zjarrfikës, të cilët i kishte premtuar që në vitin 2021. Dhe ende sot nuk i kemi. Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan sot që për shkak të zjarreve ka, vetëm për vitin 2025 flasim, ka mbi 50.000 hektar pyje, dërfërtor, apo edhe bimësi të tjera të shkëmbuara, dhe padyshim 10 fshatra të djegur nga Gramshi në Delvin e të tjerë. Sigurisht vera pati edhe zhvillime të tjera, është aksioni i famshëm i Thethit, ku qeveria në kulmin e sezonit turistik, që të gjithë e dim se çfarë përfaqëson Thethi për Shqipërinë, shkoi me fadroma, madje duke nxitur ndoshta edhe konflikte mes banorëve dhe administratës që zbaton ligjin IKMT-s në këtë rast, apo policisë shtetit,